الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. الله الارتوار ثوت يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. Ata që nuk e besojnë kiametin kërkojnë që t'u vijë sa më parë. Ata e kërkojnë diçka të tillë me tallje, për ironi, duke e mohuar kiametin, duke quajtur ngjalljen diçka të papranueshme. Pra ata nuk e besonin, prandaj kërkonin që t'u vinte sa më parë. Siç thot Allahu i lartësuar në një vend tjetër në Kur'an, wa yaquluna mata hadha al-wa'du in kuntum sadiqin. Ata thonë, kur do të realizohet ky premtim? Në qoftë se ju thoni të vërtetën. Ata pra nuk e besonin kiametin, idhujtarët, kundërshtarët e profetit sallallahu alaihi wasallam nuk e besonin, edhe kërkonin me tallje që do vinte sa më parë. Bëhet kiameti. Bëhet, ta shohim, le të na vijë. Thoshin me tallje, për ironi, me kokëforci. Yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha. Ndërsa ata që besojnë kanë frikë nga kiameti. Ata që besojnë kiametin, besojnë ringjalljen, besojnë se ka një ditë gjykimi dhe llogarie, se ka xhenet, ka dënim në zjarrin e xhehenemit. Ata kanë frikë. Dhe kanë frikë çastin kur do të bëhet kiameti. Dhe prandaj sepse ata e dinë që është i vërtet. Fjala e Allahut që do bëhet kiameti është hak, është e vërtet. Wa ya'lamun annaha al-haq. Ata janë të bindur, ata kanë siguri që është hak. Prandaj ata kanë frikë nga ajo ditë. Vedia, bindja që kiameti është hak, që dita e gjykimit është e vërtet, bën që njeriu të ketë frikë nga ajo ditë dhe të përgatitet për atë ditë. Punoj për ditën kur do të dalë para Allahut subhanahu wa ta'ala. Ela inna alladhina yumaruna fi sa'ati la fi dalalin ba'id. Vërtet ata që diskutojnë mbi kiametin, që vënë në dyshim kiametin, që vënë në dyshim ringjalljen, janë në një humbje shumë larg të vërtetës. Sillet në një hadith se profeti ka qenë në një udhtim me shokët e tij. Edhe një burr ka thirr, ja Muhammed, faqala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ha ja ku jam. Ai thiri, o Muhammed, profeti tha, ja ku jam. Qala mata as-sa'a. I tha, kur do bëhet kiameti? Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk i tha do bëhet në filon kohë, në X ditë, sepse nuk e di profeti këtë. Askush nga krijesat nuk e di se kur do bëhet kiameti. Por profeti i bëri një pyetje për diçka që ishte në dobitë e tij. I tha, "Wa ma a'dadta laha?" Çfarë ke përgatitur ti për ditën e gjykimit? Qala hubba Allahi wa rasulih. Tha, kam përgatitur dashurinë për Allahun dhe për të dërguarin e tij. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabt. Ti do të jesh me ata që i do. Pra ti je në rrugën e Allahut dhe do të bësh ditën e gjykimit si besimtar me që e do Allahun. Dhe ti do të bëhesh në ditën e gjykimit me profetin, me qënë se e do të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam.
Atëherë profeti, kur ky bëri pyetje se kur do bëhet kiameti, dhe këtë gjë njeriu nuk e di. Nuk dihet se kur do bëhet kiameti. Kiameti është afër, por se kur do bëhet e di vetëm Allahu i lartësuar. Dhe s'ka dobi diskutimi mbi këtë pikë se kur do bëhet kiameti. Është diçka që Allahu s'na ka treguar. Ajo me të cilën do të merret njeriu është përgatitja për ahiret. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ja ktheu me një pyetje. Çfarë ke përgatitur ti për ditën e gjykimit? Ti e beson? Po përderisa e beson, apo përgatitesh për atë ditë? Sa ajo do vi patjetër. Do dalim para Allahut. Secili do i vi vdekja dhe do vi momenti kur do bëhet dhe kiameti. Ky tha, unë kam përgatitur dashurinë për Allahun dhe për të dërguarin e Allahut. Sillet në një variant ose hadith tjetër se ka thënë ma a'dadtu laha min kathiri salatin wala sadaqatin wala siyam walakinni uhibbu Allah wa rasulahu. Ka thënë, unë nuk kam përgatitur shumë namaz, as shumë agjërim, as shumë sadaqa. E kishte fjalën për nafile, se farzët i kryen të ai. S'bëhet fjalë. Por tha, unë e dua Allahun dhe të dërguarin e tij. Dhe profeti tha, ti do të jesh me ata që i do. Kështu që përderisa e besojmë kiametin, e besojmë se do të dalim para Allahut, ne duhet kemi frikë nga ajo ditë. Duhet kemi frikë se do qëndrojmë para Allahut të lartësuar. Prandaj ka thënë Allahu në Kur'an, "Walladhina amanu mushfiquna minha", besimtarët, ata që e besojnë Allahun dhe ditën e fundit e besojnë ringjalljen, ata kanë frikë nga ajo ditë. Dhe frika, besimi dhe frika i shtyn që të përgatiten. Dhe padyshim që dashuria për Allahun është baza e adhurimit. Dashuria për profetin na shtyn që të respektojmë sunetin e profetit, të ndjekim profetin, të ecim në rrugën e tij, të zbatojmë urdhrat e tij, dhe të heqim dorë nga ato gjëra që na i ka ndaluar profeti sallallahu alaihi wasallam. Allahu shpëlbeft më të mirë. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.